Në prefekturën e Qarkut Shkodër është zhvilluar këtë mërkur mbledhja Komisionit të Mbrojtjes Civile. Prefektja Holta Duda tregoi se situata duhet të stabilizuar, ndërkohë theksoi se monitorimin në terren do të jetë i vazhdueshëm. Situata hidrometeorologjike në Qarkun Shkodër duket e stabilizuar. Sigurisht që në varësi të parashikimeve të motit, patjetër që monitorimi në terren do të jetë i vazhdueshëm i këtyre strukturave në mënyrë të afërt dhe në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë kohës. Po ashtu edhe koordinimi me të gjithë institucionet dhe autoritetet përkatëse, të cilët janë institucione kyçe në menaxhimin e situatave emergjente që mund të paraqiten, është esencial në këtë moment. Ajo bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes në lëvizjen në zonë me tendencë për përmbytye. Sigurisht dua të përfitoj edhe nga ky moment që të i bëj një thirrje qytetarëve, cilët në mënyrë të vazhdueshme të ndjekin të gjitha publikimet edhe të gjitha thirrjet zyrtare të autoriteteve për të treguar kujdes, sidomos në lëvizjet në zona të cilat kanë tendencë historike për përmbytje, por edhe në zona të cilat ndodhen pranë rrjedhave të burimeve hidrike, sidomos në zonat rurale, në zonat malore, të cilat janë të njohura për problematika të cilat mund të vinë edhe në mënyrë të papritur. Ne jemi gjatë gjithë kohës në monitorim në terren, në lidhje me strukturat e emergjencave civile dhe patjetër jemi në dispozicion të qytetarëve për çdo problematikë që ato mund të kenë. Përveç se kujdesit të shtuar dhe le të themi atyre njoftimeve në mënyrë të vazhdueshme për çdo situatë që ne mund na paraqitet, patjetër që ne jemi në dispozicion edhe për çdo situatë të cilën ato do të mund ta adresojnë drejt institucionit ton, por edhe drejt të gjitha institucioneve të cilat janë në dispozicion për qytetarët. Deri në 1600 metër kub për sekond ka arritur shkarkimi në hidrocentralin e Vodejs. Në këto momente që ne flasim, në fakt është stabilizuar një shkarkim deri në 1600 metër kub për sekond nga hidrocentrali Vodejsit. Është një shkarkim në total nga portat së bashku me prodhimin, është një shkarkim i cili është monitoruar gjatë gjithë kohës që të jetë në parametrat të tillë që të ruaj sigurinë sigurisht të banorëve dhe të pronës së tyre dhe njëkohësisht të ruaj kotat kritike të hidrocentraleve, të cilat patjetër janë edhe një nivel tjetër i sigurisë infrastrukturës kritike. Ndër të tjera Duda bëri me dije se monitorohen disa zona problematike në vonë e Dejes.